Një ditë për ditëve të regon Ubadet ibn Walid ibn Ubadet ibn Samit, thot dola me babën tem, thot dhe unë ishe djali i ri, e takuam rrugës një plak. Ky plak i ka qenë sahabi i vjetër. Thot dhe pam këtë plakin kish qenë me një hizmeqar, me një rob, me një shërbëtor, të cilit shërbëtor e kishte vesh ma mirë se vetja, ja kishte dhanë palton ma shtrejt se vetja. Dhe ky djali i ri, ky voglush i çuditet, dhe në prezencë të babës vet, sikur e merr fjalën jo pa i takue, e ka përcen në rendin, për shkak se i duket shumë e çuditshme. Thotë aq, pse e ke vesh punëtorin ma mirë se vetja? Jepja teshat e tua atine, ati merja vesh i ti. E atëherë ky e edukon me edukimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i drejtohet babës vet. Thot a është djali jot ky? Thot po. Thot Allahu e bekoft. Edhe ja prej kokën dhe ja përgdhel. Ja përgdhel voglushit kokën, megjithse ai po i jep mësim plakit. Tha tesha çka i ke vesh ti, nuk dush mi vesh, dush mi ndrua me hizmeqarin tan. Atëherë thot unë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: at'imuhum mimma ta'kuluna wa aksuhum mimma taktasun. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ushqeni hizmeqarët dhe punëtorët e juve nga vet ushqimi që ushqeheni ju. Çfarë bukshka e ati jepi edhe hizmeqarit edhe punëtorit. Tha dhe teshat çka i veshni ju, veshjani edhe hizmeqarëve të ju. Tha vallahi pasha Zotin e madh, me më shku këtë pasuria, këtë shkëlqesia e kësaj pare shka e kam une, është me e dashur për mua se sa me ma mor mua dikush ahiretin. Pastaj ky voglushi i tha babës vet, tha o baba jem, tha kush o ki njeri që përna jep këtë të mësime? Tha kjo është Ebul Yasar ibn Amr, shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej sahabive të vjetër, i cili ka dëshmue në marrëveshjet e para me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Të nderuam xhamat, disa prej mësimeve i përmendëm, edhe disa të tjera që duhet t'i kemi parasysh. Të nderuam xhamat, jemi të jetuar në kohën ku njeriu mendon vetëm për veten e vet, vetëm për pasurinë e vet, vetëm për tekat dhe çejfët e veta. Edhe pse dukemi shoqëri, por jetojmë vetavet. Edhe pse dukemi grumbull, jetojmë vetavet. Edhe pse kemi familje, jetojmë vetavet. Kitë kjo ka arë se ne kemi dal nga bazat të cilën e kam su pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shiko ki voglushi u çudit, tha nuk u çështu mirë mu vesh, tha ti teshat më të mira dush mi vesh ti, jo me i mor hizmeqarit teshat e tua. Ama çka tha jo, se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar ndryshe. Tha ai na ka thënë mu barazue në ushqim dhe mu barazue në veshje. Ja, prej mësimeve që i kanë nxjerrë dietarët të ndëruar xhamat në këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasallam, cila është se kur të ndeshën, kur shtyr levërdit e ahiretit dhe levërdit e kësaj bote, mi u dhan levërdive të ahiretit përparësi. Kur shtihet ahireti jot me dunjajën tanë, cilës i ja përparësi. Kur shtihet xheneti jot me dyqanin tanë, cilit i ja përparësi. Sahabit i jepshin përparësi ahiretit. Jo, ana në vetë s'ka problem. Nuk ka problem, në ta morë punëtori, s'ka problem. Veç mos pa hup ahiretin. Ahireti të ndëruar xhamat, ka qenë parasyve të muslimanëve të parë, neve na ka humb. Ne kemi ahiretin si diçka të largët. Ndoshta vjen, hasha wa kella, Zoti na ruaj. Allah na shtof bindjen ya rabbul alamin. Ta shtojmë bindjen të ndëruar xhamat, kemi dalë përpara Zotit. Ka ahiret, ka llogari. Atje mirën shpërblimet shumë më të plota dhe më në detaj se sa këtë dunja. Këtë dunja të ndëruar xhamat jetohet edhe me zullum. Po, jetohet edhe me zullum. Jetojnë perandori me vite me zullum. 400 vjetë e ka majtë fronin faraoni. 400 vjetë. Kinë zullum. Shtetet të tëra që ndrojnë zullum. Zullum, nuk ka problem. Pse? So dunja. Dunja të ndëruar xhamat. Nuk ka ahiret. Ti shkon ahiret në muhabet. Jo. Kër u ankun sahabit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duket kanë jarë çrregullume. I zullumçarin se gjen kur gjon. Viktima lodhët. Viktima ka probleme. Muslimanët e dopt kanë probleme. Apo lindje dhe perëndim. Ndërkohë që dikush lun me pare, lun me pushtet, lun me parandori. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Tha pasha ata i cili e ka shpirtin tëm dorën e vet. Nuk që shpiu duket juve. Ne e shoh në vesh një siretin tjetër nuk e shohna. Çka tha alayhis salam? Kjo dunja të ndërum,
Tha alayhi salatu selam, nuk ka vlerë te Allahu. Merë me toka sa dush, se s'ka vlerë te Allahu. Këtë tokë ka vlerë imani, drejtësia, mirësia. Vlerat janë tjera, jo toka. Jo toka, shtrije sa të dush. Së në merë ma shumë se faraoni, së në merë. Nuk mund është me morë ma shumë se aj. A mund është me morë ma shumë se faraoni, ja. Komplet Egjiptin e ka pasë edhe për te. A mund është me morë ma shumë se sa mbretër se të kanë jetu në këtë ma shumë se në mrudja. Së në merë. Që ka thare i sëra dhe sa pasha Allahun, i cili kanë shpirtin tem në dorën e vetë, me pas dunjaja vlerë të Allahu, sa krahu i mushkonjës. Zënë mizën dorë, e madhë është ajo. Hekja veç kraj, një krah, veç një krah, pasu një hek me dorë, se gishta janë të mëdhoja, së mundën me e kapa ta mirë, dush me morë do një gjilpan, do një pincet, për me hek, veç krajnë. Këshyre krajnë, ka thonë alayhi salatu wassalam, ta Allahu gjelle komplet dunjaja, sa qaj kraj s'ka vlerë. A ti mizën komplet e mitë, apo me atë mbytësën kështu, si kur gjë hiq. Apo, bile ka njerë nga në përdhomë se në zënë letë, apo, se të shëtit ka pak. Mizë, krije se Allahu subhanahu wa ta'ala, qaj kraj, ka thonë me pas vlerë. Vesë sa qaj kraj, a i shka si beson Allahit se në kishpi një klajk uj. E kuptut? Një klajk uj. Pa ato që anët i zotnojnë, s'ka problem, se s'ka vlerë. S'ka problem të zotnojnë, s'ka... Ama në akhirat? A në akhirat. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtesibuna. Allah thot, e në akhirat, njerëzit qëra logaria do t'i marim. Sosh me këtë dunia. Sot ti e ki njerin, e ki të fortin, e gjen, ama të Rabbul Alemini. Ditën kur dalin njerëzit para Zotit, jo me jakumun nës, ditën kur njerëzit dalin para Rabbul Aleminit. Allah në letof, ja Rabbul Alemin. Andaj shiko kësa abia, tha musu qëtit o vloglush. Tha se ma mira është me ma morë ki palton e kësaj bote ma shtrajt, se sa të ma marë ahiretin. Andaj, kur të ndeshën levërdit e ahiretit tanë dhe dunjajës, e pi për parësia ahiretit tanë. Tjetra të ndërum gjëmat, është let musil but e më shirëshëm me të fortin. Ketë me të fortin janë, e ki po, me mirësjelje, i kanëshëm. Pse? So i fordo? Haj që lukeq? Apo, njani e zë vetën me karakter të mirë, me sjellje të mirë, pse? Se me të fortit cilët mirë. Edhe tamam ta mshele derën ai forti, edhe qelë ki i dopti do të dëllve jashtë. Ja, kjo është realiteti. Sahabit ishin njerëzit të mirë, e cjellëshe me dëbut, e me mëshirë me doptin. A i zmeqari që ka lip palton, kia ka dhonë. A i së një ka morë me zorë, kia ka dhonë. Me doptin janë kona të mëshirëshëm. Me doptin. E me të fortin janë majtë me të fort. Me të fortin janë majtë me të fort. Andaj e pytën Abdullah ibn Mubarekin, thanë, o hoqë, ka qenë hoqëa i zamanit vetë, thanë, o hoqë, a be kur po vinë me gjlisë të pasanikat, pak si ma po ju rri hunëve be, shumë si hunëve po ju rri, s'po ju banë hizmetin, tha po qështu duhet, se këto qështuve, se këto e zojnë, se pasania, diçka është, sa e madha. Tha unë e me fukarat, si il në butë, si il në më shirë, i doptë. A me këto që ka e zojnë vetë, që a di që fashtë janë, ka thonë e po ju rri hunëve, se që kjo modestia me këta, se këta qështu marrin vesh. Pasaniki kujton se ka parët, a ja do një zgjethti Allah i në tokë, jo i ndërum, jo, ka sprovu Zoti me pare, sa krimineli ka mbot pare, sa njeri prish ka mbot pare, të s'ki idejen të mjetue, komplet kabilja jo të s'munën 500 vetë mi pas ato paret, shka i harxonaj për një muj, po nuk është i vlefshëm të Zoti madh subhanahu wa taala. Po këta si ju të ndërum gjëmat, shka i tha kisa abiju, kisa binit vogë, tha, çështja nuk është e parët, çështja mos ta humbim ahiretin. Çështja është mos ta humbim ahiretin. Dhe mësimet të tjera të cilat i kanë dhënë dietarët në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.